Domethënë, është thënë shumë kohë përpara që është gjuhë ëmbël kjo, nuk është gjuhë ashpër, nuk është gjuhë vështirë, kjo është gjuhë ëmbël, është gjuha jote. Ta mbyllim këtë pikë, të kalojmë për sintesi, kam botuar një libër të plotë. Shqipja qysh është dukur. Kam disa qindra thënie të shqiptarëve dhe të autorëve tuaj. Kam 230 thënie të autorëve tuaj, të cilët thonë përsisin pafund të fjalë. Shqipja është e bukur, Shqipja është e ëmbël. Dhe këtë gjë, unë mendoj, dhe e thekson mirë të veçantë, ne duhet ta përtërijmë këtë frymë të rilindjes. Domethënë, duhet punojmë për gjuhën shqipe, po duhet punojmë që të bindemi se është vërtet e bukur, është vërtet e mirë, është vërtet e ëmbël. Ka gjë më të ëmbël se të dëgjoni një fëmijë 3-4 vjeç kur i drejtohet nënës së vet në gjuhën shqipe. Është një muzikë e vërtet. Sa bukur ma tha dikush, kisha një emision, nuk e kam transmetuar akoma, pak një regjisor në New York, dhe kur i thash që në Shqipëri çfarë të pëlqen më shumë kur vjen, tha gjuha, tha, flasin shqip të gjithë, tha, kjo mua më jep lumturi. Dhe vërtet, kjo është këtë e ndjen ti vetëm kur je jashtë dhe befas dëgjon shqip, mua më ndodhi parisakosh në metro. Shqiptare e thash, jo, dhe kam mësuar shqipe në Shqipëri. Po kjo është e brëndshme, e pa shpjeguar. Në libër unë kam një citim të vitit 2015 nga një gazetë slovene, Delo, e cila thotë është një gjuhë mrekullueshme. Do me thënë, nuk është puna se e them unë, sepse jam gjuhëtar dhe si të thuash dua të mbroj fushën time. Po e vërtetoj që me qindra vjetë ka që thuhet që kjo gjuhë është e bukur, është e mirë. Pak të frymëzim, të cilin unë kërkoj që sot ta përtërijmë. Do me thënë, në punën tonë për gjuhën, duhet të themi sigurisht gjuha, shenja kombësisë e tjera, por është gjuhë e mirë, është gjuhë e bukur, sot është gjuhë e pasur, i përballë të gjitha kërkesat që ka një kulturë e zhvilluar europiane, si që jemi ne në Shqipëri me shqiptarët e kulturuar. Sigurisht jo me ata që, si që thatë ju, duan të praktisin Shqipen kulturën e shqiptarët. Kemi një Shqipëri të kulturuar. Dhe unë ngull këmbë që më shumë të flasim për këtë, ta mbyll këtë pikë me këtë fjali. Mos ngull një këmbë vazhdimisht duke thënë Shqipa po prishe, Shqipa po bastardohet shumë. Nuk është e vërtet. Shqipja po evoluon. Ka probleme, sigurisht kanë probleme gjuhët e mëdha të tjera. Jo. Për shembull një italian, edhe me shkronjën televizion, e go Champions League thot. Po kështu nuk thot ndryshe një italian. Dhe kjo gjë është, thash është problemi i ndërlikuar, ta lëm këtë. Atëherë të kthehemi tek historia. Domethënë, në fund të shekullit 19 erdhëm në një gjendje që kishim shumë alfabete. Nuk u arrit që alfabeti i Istanbulit të bëhej alfabeti i përgjithshëm për të gjithë shqiptarët. Nuk u arrit sepse nuk e doli në praktikisht. Sepse ishim në sundimin e huaj, thash, këto gjëra bëhet kur ke shtetin tënd si do duhet. Atëherë unë do të theksoj vetëm edhe një anë tjetër, si shikoni unë gjithnjë ngull këmbë që mos shikoni vetëm anën negativet. Është e vërtet që kishim shumësi alfabetesh. Unë fola kaq gjatë për të treguar që me shekuj ishin përpjekur edhe shqiptarët, edhe tuajt të arrinin te një alfabeti shqipes. Këto përpjekje, megjithse kishin sjellë në një larmi, në shumësi, patën një anë shumë të mirë, ndërkaq ishte përcaktuar. Si shkoni, me një punë shumë shekullore, cilët janë tingujt, jo të gjuhës shqipe, po tingujt e gjuhës letrare, tingujt e gjuhës së shkruar, dhe cilët do të ishin shkronjat për t'ju përshtatur. Sepse në gjuhën e folur, ka pafund nuanca të tingujve nga më të ndryshmet. Dhe prandaj nuk duhet menduar siç mendojnë disa që jo ne e themi kështu, nuk po flasim si e themi ne, si e thua ti, sepse për shembull po e them me shaka, një dibran më thoshte a e pa rakajen. Tash edhe kështu shqiptohet gjuha shqipe, a e pi rakin. Tash edhe kështu është. Bukur. Jo, kjo është, më thënë, e pranueshme për lokale, po për të tërë. Po ne po flasim për gjuhën e përgjithshme, gjuhën letrare që do të bëhet gjuhë e shkruar. Atëherë, gjatë shekujve, me një ndihmës të madhe të autorëve shqiptarë dhe të huaj, ishte arritur te një koncept se cilët janë tingujt e gjuhës letrare që do të bëhet gjuhë e shkruar, për këtë po flasim, dhe kjo bënte të mundur që